Nëse data jote e lindjes dhe emri kombinojnë numrat 1 dhe 6 dhe anësjeltës, atëherë kjo video është për ty. Numri 1. E nxit personin të arrijë objektiva përtej atyre ekzistuese sociale dhe ta nxjisë gjithë shoqërinë të shkojë drejt tyre. Numri 6. Është energjia e prakticitetit dhe orientimit drejt rezultatit. Këtu bëhet fjalë për përmbushjen e pritshmërive të jashtme sociale, pra përshtatjen me atë që në shoqëri konsiderohet e pëlqyeshme dhe e respektuar. Për personin me numër 6, ruajtja e imazhit të jashtëm në shoqëri mund të jetë tepër e rëndësishme. Në shfaqje negative të cilësive të gjashtës, personi mund të jetë më shumë i orientuar tek dukja sesa tek të qenit realisht. Personi me numrin 1 duhet të jetë i aftë që të marrë vendime të cilat ndonjëherë mund të jenë në kundërshtim me normat ekzistuese sociale. Numri 6 e bën personin të organizuar, praktik dhe elastik. Në punë, një person i tillë do të shkëlqejë më mirë nëse detyrat që qëndrojnë para tij janë të qarta dhe të mirë përcaktuara. Pra, kur është detyra për të krijuar diçka në mënyrë specifike, ai duhet të prodhojë diçka fizike, materiale të prekshme ose qoftë edhe një imazh, siç mund të jetë në sferën e bukurisë. Personi me numrin 6 e ndjen se çfarë duhet të bëjë në nivelin praktik për arritjen e rezultateve.